Shirat e rrëmbyeshëm që mbërthyen vendin përgjatë kësaj jave nuk lanë pas vetëm dëme të mëdha materiale, por shkaktuan dëme edhe në blegtori e bletari. Në qarkun Vlorë dhe Elbasan u prekën bagtitë e imta nga përmbytjet si dhe qindra blet. Nga verifikimet paraprake të kryera në terren, në Vlorë u konstatuan 889 krerë të imta të prekura, si dhe 523 koshere bletësh, ndërsa në Elbasan sipas të dhënave që përsolli Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë, u prekën 37 krerë të imta dhe 7350 shpend broiler. Drejtoria e përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve bëri me dije bilancën e gjithë rajonit ku në total përmbytet prekën 926 krerë të imta, 523 koshere me blet dhe 24350 shpend. Rreshtë dhe dendurat e shiut të cilat shkaktuan situatë të rëndë në disa qarqe çuan në ngordhjen e 600 krerëve, zogj broiler si dhe 37 krerëve të imta në njësinë administrative Vithkuq. Shërbimi veterinar bëri me dije se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për gloposin e tyre dhe dezinfektimin e fermës, ndërsa sa i përket drejtorive rajonale Tiranë, Shkodër dhe Vlorë nuk ka patur raste të reja.